Era e ftohtë e janarit kishte mbuluar gjithçka me një heshtje të rëndë. Një heshtje që dukej sikur zgjaste prej vitesh në zemrën e Andreas Müller. Ishte 50 vjeç, një biznesmen i njohur gjerman, një nga ata burra që kishin arritur gjithçka. Pasuri, sukses, respekt. Por çfarë vlente gjitha ai luks kur zemra po e tradhtonte? Ai e ndjente se vitet e tij të arta po shndërroheshin në hije të një sëmundjeje të pashpjegueshme, të cilën as mjekët gjerman nuk po arrinin ta kontrollonin plotësisht. Andrea ishte një burr i heshtur, i rezervuar që pak njerëz e kishin njohur vërtet, që nga divorci 10 vite më parë. Ai jetonte vetëm në një vilë të madhe në periferi të Münchenit, rrethuar nga qetësia dhe sterili i luksit. Kishte kaluar nga një jetë plot pushime egzotike, aventura biznesi dhe darka me shefa shtetesh, në një rutinë të ftohtë me ilaçe, analiza, kontrolle dhe frikë. Frikë që dita tjetër mund t'i sillte një krizë tjetër zemre. Një natë dhjetori, ndërsa po qëndronte vetëm në bibliotekën e tij duke shfletuar dokumente të rëndësishme pune, një dhimbje e mprehtë ju ngjit nga kraharori drejt krahut të majt. Faqe tiran duarsh. Fryma ju bë e shkurtër, gati një fill i padukshëm. Për disa minuta mendoi se do të vdiste aty, mes librave në heshtje, por arriti të shtypte butonin e alarmit që kishte instaluar pas krizës së fundit. Ambulanca e mori brenda pak minutash. Por ajo natë ndryshoi gjithçka. Dhe ndryshimi nuk erdhi nga spitalet luksoze që e kishin trajtuar për vite. Ndryshimi u shfaq më vonë, kur ai u dërgua në një klinikë private në Tiranë, me këshillën e një mjeku gjerman që i tha: Andreas ka një doktore shqiptare e jashtëzakonshme. E konsideroj një nga më të mirat që kam parë. Nëse ka dikush që mund të gjej çfarë po ndodh me ty, është ajo. Quhet Dere Elira Kodra, Andreas qeshi fillimisht. Shqipëria i duke një vend egzotik, i largët, krejt jashtë imagjinatës së tij. Por kur jeta ripezull mes dy rrahjeve zemre, njeriu kapet pas çdo shprese. U nis drejt Tiranës 3 javë më vonë, i shoqëruar nga asistenti i tij personal dhe një infermiere nga klinika e Münchenit. Nuk kishte pritshmëri. Thjesht po ndiqte një rekomandim që ishte dukur i çuditshëm. Por sa po mbërriti, diçka ndryshoi, era, ritmi i qytetit, njerëzit e thjeshtë, dhe veçanërisht qetësia e klinikës private që dukej më ngrohtë se çdo klinikë luksoze që kishte parë në Europë. Nuk kishte aty mure të ftohta, por një frymë njerëzore, një kujdes që nuk e kishte provuar askund. Por ndryshimi i vërtet u quante Elira. Kur ajo hyri në dhomën e vizitës, e veshur me blu të hapur dhe me flokët e lidhur but pas koke, Andreas nuk dinte çfarë ta shpjegonte. Profesionalizëm, siguri, apo një ngrohtësi e papritur që i zgjoi zemrën e ftohur. Mirë se erdhët në Shqipëri, zoti Müller. Jam Dere Elira Kodra. Zëri i saj ishte i qetë, i matur, me një ton që nuk vinte as nga lodhja, as nga nxitimi. Ishte thjesht një zë i lindur për të punuar me njerëz. Ai e shikoi pa mundur të fshehte një hutim të lehtë. Nuk priste që një mjeke e famshme të ishte kaq e re, 34 vjeç, ndoshta 35, dhe aq e sigurt në çdo lëvizje, çdo shikim, çdo fjalë. Faleminderit, tha me vështirësi ndërsa gishtat i dridheshin pak mbi karrige. Kam dëgjuar shumë për ju. Ajo buzëqeshi lehtë. E rëndësishme është çfarë do të dëgjoni sot, që në vizitën e parë Elira kuptoi diçka që mjekët e tjerë nuk e kishin vënë re. Ajo e pa jo thjesht simptomën, por njeriun përballë saj. E pyeti për gjithçka. Stresin, mënyrën e jetesës, traumën nga divorci, vdekjen e babait, orët e gjata të punës, marrëdhëniet e ftohta me djalin. E gjithë kjo ndikon në zemër, zoti Müller. Ndonjëherë mjekësia nuk i dallon këto gjëra, por zemra po. Andreas u befasua. Ishte hera e parë që një mjeke e lidhi sëmundjen e tij me emocionet e tij. Vite me doktor prestigjioz, por asnjëri nuk kishte pyetur kurrë: "A je i vetmuar?" Elira e pyeti. Ishte ndoshta pika e parë kur zemra e tij u hap pak. Në ditët që pasuan, ajo i bëri analiza të detajuara, një kombinim të teknologjisë moderne dhe vëzhgimit të saj të jashtëzakonshëm. Ditë pas dite, Gjermani i fortë filloi të thyhej pak e nga pak përballë kujdesit të saj të qetë, profesional dhe njerëzor. Ajo nuk e trajtonte si milioner, as si rast të vështirë. E trajtonte si njeri, kjo e hutonte. Një mbrëmje në dhomën e tij të spitalit, Andreas po flinte. Infermierja shqiptare i kishte fikur dritat, por në orën 2 të mëngjesit, ai u zgjua me një ndjesi të tmerrshme. Shtrëngim intens në kraharor, sikur zemra po i qahej në mes. Alarmi i dhomës nuk po funksiononte. Ai shkeli dyshemen duke kërkuar telefonin, por nuk kishte fuqi. Gjithçka po errësohej, ai e ndjeu se po humte. Dhe atëherë dera u hap me forcë. Ajo ishte Elira, e thirrur nga një ndjesje brendshme, një ankth i papritur. Ajo kishte ardhur të kontrollonte pacientët e saj.
Dhe hyri te Andreas pothua instinktivisht. Kur e pa të përkulur me duar në kraharor, sytë zgurdulluar nga frika, ajo nuk mendoi, thjesht veproi. Andreas, më dëgjon. Andreas qëndro me mua. Ajo i vendosi oksigjenin, dha urdhra të shpejtë infermierëve dhe nisën manovrat e emergjencës. Doktoresha e re u kthye në një figurë të hekur, të palëkundur, sikur ajo natë ishte ajo për të cilën ishte trajnuar gjithë jetën. Zëri i saj, ritmi, qetësia, përqendrimi ishin të jashtëzakonshme. Mos mbyll syt. Nëse i mbyll, do të jetë më vështirë të sjellim mbrapa. Ishte pa thënë se ai po luftonte mes jetës dhe vdekjes. Rënkimet e tij u bën më të lehta, lëvizjet gjithnjë më të dobëta. Dhe pastaj doli nga vetja. Por Elira nuk u dorëzua. Për gati 20 minuta luftoi pa pushim, me zemrën që i rrihte në fyt, me duar që nuk dridheshin, as kur të tjerët filluan të humnin shpresë. Dhe atëherë zemra e tij rahu sërish. Një rrahje e dobët, por e gjallë, e rikthyem. Thiri një nga mjekët e rinj. Por Elira vetëm ul në një karrige pranë tij dhe i mbajti dorën. Prap duart nuk i dridheshin. Vetëm syt kishin një lagështi që nuk e tregonte dot përpara stafit. Mirë se u ktheve, i përshpëriti pas pak, kur ai u zgjua. Nuk ishte koha jote për të ikur. Ai e dëgjoi zërin e saj si përmes një reje. Dhe fjalët e para që tha, me një zë shumë të dobët, ishin: ti ma shpëtove jetën. Ajo uli kokën, e kapur mes profesionalizmi dhe emocioneve që nuk duhet i kishte për pacientin e saj. Këtë e bëri zemra jote. Unë vetëm të ndihmova të kujtoje se duhej të vazhdoje të rrije. Por Andreas se ndjente ndryshe. Ishte i bindur se po të mos ishte ajo, ai nuk do të ishte më, dhe qysh nga ajo natë diçka e padukshme lindi mes tyre. Diçka që nuk i përkiste as protokollit mjekësor, as distancës midis pacientit dhe mjekut. Ishte diçka që asnjëri nuk e pranonte me zë, por zemrat e tyre ndjenin. Në ditët që pasuan, Andreas u përmirësua ndjeshëm. Të gjithë ishin të habitur me shpejtësinë e rikuperimit. Vetëm Elira e dinte arsyen. Ajo kishte gjetur shkakun e sëmundjes së tij. Një kombinim i rrallë mes një anomalie të vogël të lindur dhe një dëmtimi të muskulit të zemrës nga stresi kronik. E ishte e drejtueshme. Jo e lehtë, por e drejtueshme. Një mbrëmje ndërsa ai po përgatitej të largohej nga klinika, diku rreth orës 20:00, ai e pa Elirën duke dalë nga zyra e saj. Ishte e lodhur, por ende e bukur, me atë bukurinë e qetë dhe të sinqertë që të bënte ta shihej më shumë se ç'duhej. Doktoresh, tha ai. Një fjalë para se të largohem, ajo u ndal. Sytë e tyre u takuan. Po, nuk kam si t'ju falenderoj. Ju nuk më shpëtuat vetëm jetën. Më shpëtuat shpirtin. Më treguat rëndësinë e të vazhduarit edhe kur gjithçka duket e mbaruar. Ajo uli sytë e sikletosur por e prekur. Është puna ime, zoti Mler. Ai ju afrua një hap më shumë. Po atë natë nuk ishte vetëm puna juaj. Ajo ngriti sytë. Ishte një moment i rrezikshëm, një moment ku çdo fjalë gabuar mund të prishte gjithçka. Andreas, tha me zë të butë, ka gjëra që nuk duhen thënë. Jo tani. Jo kështu, ai u tërhoq një hap prapa, i goditur nga realiteti, por në fytyrën e tij u shfaq një buzëqeshje e lehtë. Atëherë më lini t'i them në kohën e duhur. Ajo nuk foli. Vetëm largoi shikimin, duke fshehur emocione që nuk guxonte t'i pranonte. Kur ai u largua për në Gjermani, klinika ju duk me zymë. Dhoma që kishte trajtuar nuk kishte më dritën e pazakont të kujdesit që ajo i kishte falur. Por me habitshmja ishte se edhe Elira i ndjeu mungesën. Ndërkohë në avion, Andreas shikonte qytetin e Tiranës nga dritarja, duke u larguar ngadalë poshtë tij. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh zemra nuk i dhemte. Por kjo nuk vinte vetëm nga shërimi. Vinte nga ajo që e priste në kapitullin e ri, i cili sapo kishte filluar. Ai e dinte një gjë me siguri absolute. Nuk ishte mbaruar me Shqipërinë. Dhe definitivisht nuk ishte mbaruar me Elirën. Moti në mënqen ishte i ftohtë, por për herë të parë pas viteve, Andreas Mler ndjente veten të gjallë. Të gjitha analizat e reja që bëri pas kthimit nga Shqipëria treguan një përmirësim të habitshëm. Mjeku i tij personal mbeti pa fjalë. Andreas, kushdo të ketë trajtuar atje, ka bërë diçka të jashtëzakonshme. Ai nuk foli, thjesht buzëqeshi lehtë, me një buzëqeshje që ia ndryshonte fytyrën, e cila prej kohësh ishte kthyer e ashpër si granit. Në letër ai ishte i shëruar, por realiteti ishte krejt tjetër. Ishte zemra e tij ajo që nuk po shërohej dot nga Elira. Çdo ditë që kalonte pa fytyrën dhe zërin e saj i dukej një boshllëk i pashpjegueshëm. Por ai nuk ishte njeri që vepronte me nxitim. Ai ishte biznesmen deri në palc, i qetë, i matur, i sigurt. Por kur bëhej fjalë për Elirën ai nuk kishte asnjë kontroll.
3 javë pas kthimit një mbrëmje të së dielës, ndërsa po qëndronte i vetëm pranë xhakut të vilës së tij të madhe, ai mori vendimin: do të kthehej në Shqipëri. Jo si pacient, jo si milioner, por si burr që kishte diçka të papërfunduar. Sa po e tha këtë me vete, ndjeu një lloj çlirimi, sikur zemra e tij më në fund po merrte drejtimin e duhur. Të nesërmen sekretarja i organizoi udhëtimin, por Andreas nuk i tregoi askujt arsyen. Për të gjithë ishte një kontroll rutin pas trajtimit, vetëm ai e dinte të vërtetën. Elira ndërkohë kishte rifilluar rutinën e saj të zakonshme në klinikën private. Por ajo natë, kur i shpëtoi jetën Andreasit, e përndiqte çdo ditë. Jo si shpëtim, por si një moment që kishte ndryshuar diçka të brendshme. Edhe pse përpiqej ta mbante distancën profesionale, ajo e dinte mirë se disa kufi nuk ruheshin dot, sepse zemra nuk njeh protokoll. Kur e kujtonte fytyrën e tij të lodhur, duart e tij të ftohta, fjalët e tij të fundit atë natë, ti ma shpëtove jetën, diçka brenda saj dridhej. Por ajo e kishte bindur veten se ishte vetëm një emocion i momentit, një dobësi njerëzore. Kaq, deri në atë të hënë në mëngjes. Kur drejtoria e klinikës e njoftoi se një pacient nga Gjermania kishte ardhur në vizitë, dhe kur ajo hyri në korridor, ai po e priste. Ai qëndronte drejt, elegant, me pallton e tij të zezë dhe një shall gri, me atë buzëqeshjen e qetë që i shtonte vite hijeshje. Ajo ndaloi pa e fshehur habin. Andreas tha, po thuaj e hutuar. Nuk prisja t'ju shihja kaq shpejt. Ai shkoi drejt saj, pa hezitim. As unë nuk e prisja derisa e ndjeva se duhej të vija. Ajo fshiu shënimet e vizitave në dorë, pak e emocionuar, pak e shqetësuar. U kthyet për kontroll. Ai u afrua aq sa të dy mund të dëgjonin frymën e njëri tjetrit. U ktheva të shihja ty fjalët e tij ranë si një rahje fort zemre në ajër. Elira ngriti syt drejt tij. Sytë e një gruaje që e dinte se ajo fjali kishte ndryshuar gjithçka. Pjesa tjetër e ditës ishte një trazim emocionesh që ajo nuk e mbante dot të fshehur. Kontrolli i tij doli gjithçka perfekt. Ajo u gëzua sinqerisht, ndoshta më shumë se sa duhej. Por problemi ishte tjetër. Andreas nuk po kërkonte thjesht shërim të trupit. Ai po kërkonte atë që ai e quante shërim të shpirtit. Në fund të vizitës, ai tha me një ton që nuk lejonte shmangje: do të doja të ftoja për një kafe sonte. Ajo e uli kokën. Ishte momenti kur profesionalizmi i saj duhej të fliste. Andreas, nuk është e lehtë. Jam mjekja juaj, ai e ndërpreu but. Jo më. Sot ishte kontrolli im i fundit me ty. Jam zyrtarisht i çliruar. S'ka më kufi profesional, zemra e saj rahu fort. Ai kishte të drejtë. Ajo provoi sërish të ruante distancën, gjithsesi është pak e çuditshme. Andreas buzëqeshi me një qetësi që e bënte të dukej pothuaj hipnotizues. Atëherë le të jetë pak e çuditshme. Po jo e pamundur, ajo nuk foli për një moment. Pastaj, pavarësisht çdo gjëje që përpiqej t'i thoshte arsyeja, në rregull. Vetëm një kafe që do ndryshonte gjithçka. Restoranti ishte pranë liçenit artificial të Tiranës, një vend i dritave të ngrohta dhe atmosferës së qetë. Andreas kishte zgjedhur një tavolinë pranë dritares. Kur Elira erdhi, ai u ngrit me një herë dhe ja mbajti karrigen. Një gjest i vogël, por që ajo nuk e priste. Gjatë gjithë darkës, ai nuk foli për biznes, për pasurinë e tij, për problemet e zemrës. Ai foli për gjëra të thjeshta. Për mënyrën si kishte ndryshuar jeta e tij pas ndarjes, për vetminë, për frikën e vdekjes që e kishte ndjekur për vite. Ai u tregua aq i sinqert, saq për herë të parë pas shumë kohe, Elira nuk ishte doktore. Ishte thjesht një grua që po dëgjonte një burr. Dhe pastaj ai foli për të. A e di që nuk të kam harruar asnjë ditë, që zëri yt më ka shoqëruar edhe kur u ktheva në Gjermani, që ajo natë nuk ishte thjesht momenti i shpëtimit tim. Ajo e pa me sy të zbutur. Andreas, nuk është një gjë e lehtë. Ka shumë gjëra që na ndajnë, si cilat? Pyeti ai me një qetësi që fshehte vendosmërinë. Ajo shikoi dritaren, mosha, vendbanimi, diferenca e jetës, profesioni im, paraqitjet, flasin shumë njerëz. Do flasin akoma më shumë, ai u afrua pak, le të flasin. Zemra ime u ndal një natë dhe ti ishe aty. Më shpëtove. Dhe kur e pash sërish jetën, e pash ndryshe. Më kupto. Nuk kam ndërmend të humbas kësaj here. Ai foli me zërin e dikujt që ishte mësuar të merrte atë që donte. Por në këtë rast nuk ishte lakmi. Ishte nevojë. Ishte mirënjohje. Ishte ndjenje. Elira ndjeu duar që i dridheshin pak mbi çantë. Ajo e dinte se ishte rrezikshme, por ishte e pamundur të mohonte të vërtetën. Edhe ajo kishte menduar për të. Shumë,
shumë më tepër se sa duhej, dhe pikërisht atëherë, kamera e një telefoni blicoi nga një tavolinë tjetër. Elira u kthye instinktivisht, dy vajza të reja po e fotografonin. Njëra prej tyre i tha tjetrës me zë të lartë: "As është kjo doktoresha e klinikës?" "Po me këtë Gjermanin kush është?" I dashuri, zemra e Elirës u ngrit në fyt. Andreas u kthye menjëherë, i kuptoi gjithçka. Ai vendosi dorën butë mbi tavolinë, pa e kapur të sajën, por duke i dhënë një mesazh shumë të qartë: "Mos u shqetëso. Për mua nuk ka rëndësi çfarë thon. E rëndësishme është çfarë duam ne." Ajo e pa, sytë e saj kishin frikë, por edhe një shkëndi dëshire për liri. "Andreas, të njoh mirë." "Ti s'më njeh mirë. Nuk mund të nisemi kaq shpejt." Ai u përkul pak, me zë të ulët të ngrohtë. "Atë natë unë të njoha më shumë se ç'mund të njihet dikush në vite. Ti luftove për mua, dhe unë do luftoj për ty." Fjalët e tij e lan pa frym. Ajo u ngrit butë. "Duhet të shkoj, është vonë." Ai u ngrit pas saj. "A do të shoh sërish?" Ajo heshti për disa sekonda, "Nuk e di." Pastaj u kthye. "Por ndoshta po." Ai buzëqeshi. Një buzëqeshje që as Elira nuk mund ta harronte më. Ditët që pasuan nuk ishin të lehta për të. Klinika filloi të dëgjonte fjalë. Infermierët pyesnin me sy. Pacientët flisnin me zë të ulët. Por ajo e mbante të qetë fytyrën. Derisa një pasdite, teksa po kontrollonte dosjet e pacientëve, dera troket. Kur ngre syt, ai ishte aty. "Andreas, me një tuf lulesh të bardha, orkide të ralla, për ty," i tha butë. "Për njeriun që më ktheu jetën." Ajo ngriti duart e befasuar, e prekur, e hutuar. "Andreas, nuk duhet, nuk është për detyrim. Është sepse dua." Dhe ishte ai moment, në atë zyrë të qetë me aromë dezinfektuesi dhe dosjesh mjekësore, kur Elira e kuptoi diçka që e friksoi. Ajo po binte. Po binte thellë, dhe s'mund ta ndalonte, por para se ta pranonte plotësisht, para se zemrat e tyre të bashkoheshin, diçka e madhe do të ndodhte. Një lajm që do të trondiste gjithçka. Familja e Andreasit në Gjermani do të ndërhynte. Dhe jo vetëm kaq, një sekret nga e kaluara e Elirës shumë i rënd do të dilte papritur në dritë. Dhe lidhja e tyre do të vijej në provën më të madhe. Por ai nuk u tërhoq, "Unë nuk largohem. Nuk do të lë vetëm. As tani. As kur." Arditi shtrëngoi nofullat, "Mos fol si hero. Nuk e njeh. Nuk e di çfarë është në gjendje të bëj. Nëse i afrohet Elirës, atëherë do të më njoh," tha Andreas me një qetësi që kishte më shumë peshë se çdo kërcënim. Ajo ngriti sytë e tmerruar. "Jo, s'dua të ketë dhunë. S'dua të bëhem shkak për konflikt." Andreas i vuri dorën mbi faqe. "S'ka për të pasur dhunë, por ka për të pasur mbrojtje. Ka për të pasur drejtësi. Ka për të pasur dashuri." Sytë e saj u mbushën me lotë të ngrohtë këtë herë. Jo nga frika, por nga mbështetja që kurse kishte patur. Disa ditë më vonë, ndërsa Elira po dilte nga puna në mbrëmje, pa një hije te porta e klinikës. Zemra i rahu fort, dikush qëndronte në errësirë. Por doli Andreas. Me një çadër në dorë, ai buzëqeshi. "Nuk të lë vetëm as për një hap." Ajo qeshi mes lotëve. Ai zgjati çadrën, por ajo nuk e mori. "Dua thjesht," tha ajo duke marrë frymë thellë, "të mos ke më frikë. As nga e kaluara, as nga e ardhmja." Ai e pa drejtë në sy. "Atëherë më lejo të jem pranë teje." Ajo mori dorën e tij. Dhe në atë moment hije së kaluarës u zhduk, sepse ajo krijoi një të ardhme të re. 3 muaj më vonë, në një mbrëmje të qetë pranë liçenit artificial, Andreas ul në gjunjë. Ai nuk kishte kuror, as unë as diamanti, as publik, as kamera, vetëm Elira. "Më shpëtove zemrën 2 herë," i tha ai. "Të parën fizikisht, të dytën duke më mësuar të dua sërish. A pranon të ndërtojmë një jetë të re bashk? Një jetë pa frikë, pa hije." Vetëm në të dy ajo lotoi, jo nga dhimbja, por nga shërimi. "Po, Andreas." "Po," dhe që prej asaj nate zemra që kishte frikë të rrihte, më në fund rahu pa ndalur. Jo për rrezik, jo për dhimbje, por për dashuri.